Është interesant, do të flasim base për vrisën e arshimit më vonë, por nuk e tha rastisht një thënë që më bëri përshtypje shumë, unë jam këtu për dominuar drejtësia, jo hakmarrja. Kjo po del, sikur dikush është interesuar për të hakmarrë për ta djemë këta burra, për faktin që këta pas kanë krijuar mundësinë që dikush të goditet, dikush ndërshkohet, dikush e tjerë dënohet, kështu që kjo është diçka që del për te logjikës normale dhe racionale njerëzore, e lëm të tjera, sepse në fakt ata burra kanë bërë veç një faj, nëse mund të quhet faj, kanë qenë luftar lirie, kanë dashur të vdesin kurdo që e ka kërku nevoja për lirinë e dheut, dhe nëse është ky faj, ata e mbajnë këtë faj. Për ndryshe faj tjetër nuk kanë, ne besoj bashk kemi pasur mundësi të dëgjojmë ato që janë dhënë dëshmi publike, po ka pasur të tjerë që s'kanë qenë publike, dhe në fakt njeriu qeshzi një farforme, duke pas parasysh atë që çfarë u deklarua aty dhe çfarë vendimi pastaj vendimi. Në qëtë vendim, po çfarë propozim vendimi u dha nga prokuroria. Ishte banale, ishte pa kuptim, ishte pa logjik. 45 vjeç.